Jasi të zhdukni kollën dhe të pastroni mushkërit nga gëlbaza me këtë recetë. Fama e xhenxhefilit si një barishte mjekësore njihet për mbi 2000 vite më parë, duke u përdorur për trajtimet e problemeve me tretjen si dhe rritjen e sistemit imunitar. Nëse e kombinoni xhenxhefilin me mollë dhe limon, efektet e tij do të jenë tepër efektive, sidomos në periudhën e të ftohtë të dimrit, kur jeni më të ekspozuar ndaj virozave dhe problemeve. Përbërësit që u nevojiten në përgatitjen e kësaj recete të mrekullueshme janë: një fetë e vogël xhenxhefili, një limon i freskët, 5 deri në 6 lëng limoni, gjithashtu edhe një mollë e pastruar. Shumë e thjeshtë dhe e lehtë është edhe përgatitja. Vetëm vendosini të gjitha përbërësit në një shtrydhë frutash dhe perimesh ose e përdorni një blender. Konsumojeni këtë lëng të freskët, pasi në këtë mënyrë do të merrni plot vlerat e saj ushqyese edhe në lehtësimin e problemeve të frymëmarrjes, citon Healthy Food.